Një udhtim fundjavë për shplodhje dhe argëtim mes miqve shqiptar dhe atij italian përfundoi në një tragjedi në fshatrat e thellë të Tepelenës. Italiani Edoardo Sarchi, 44 vjeç, kishte pranuar ftesën e mikut të tij Eqeren Braçi për të vajtur në fshatin e vendlindjes së këtij të fundit në Salari, për t'u larguar rutinës së përditshme dhe për të gjuajtur kafshë të egra në mal. Teksa gjatë pasdites së të premtes 26 shtator 2025 kishin lëvizur në zona të ndryshme, në mbrëmje vonë, po udhtonin me 2 makina nga fshati Nivic drejt Salaris dhe mbrapa tyre i shoqëronte miku i familjes Braçi, një bari i zonës nga Nivica me një tjetër automjet. Në 2 makinat e para ishin Eqeren Braçi, Edoardo Sarchi, ndërsa në tjetrën ishte Gazmend Braçi, kurse në makinën e fundit udhtonte Armir Hitoveizi. Një përplasje verbale me një person që udhtonte me një furistrat për shkak të pretendimeve për dritat e gjata nuk u aprishi rutinën e vijimit të rrugës drejt Salaris. Jemi në ditën e dytë pas ngjarjes dhe strukturat e policisë Tepelenës dhe Gjirokastrës janë në vend ngjarje, janë në patrullim, pavarësisht se ekspertiza e vendit të ngjarjes ka përfunduar. Siç e shikoni, ka forca të rendit të uniformuara, ndërkohë ka dhe forca të ndërhyrjes së shpejtë, të cilat po patrullojnë zonën. Pra, nga njëra anë janë policët e rendit Tepelenës dhe Gjirokastrës bashkë me strukturat e njësisë Shqiponia, dhe nga ana tjetër janë dhe forcat e ndërhyrjes shpejtë dhe të cilat kanë ardhur në zonë. Sigurisht për të monitoruar zonën dhe për të zbuluar detajet të tjera nga kjo histori dhe nga kjo ngjarje, e cila vijon të jetë mbuluar me mister. Teksa ngjiteshin në qafën e Dilanit, një zonë me një largësi prej 1.1 kilometra larg fshatit Nivic, Armir Hitoveizi e lë makina në rrugë për karburant. Pak më lart, pa mbritur mirë në krye, 2 makinat ku udhtonte italiani me 2 miqtë e tij të familjes Braçi ndalojnë për ta ndihmuar me karburant bariun. Pikërisht në këtë moment, ata bien pre të shtënave me armë zjarri automatike dhe një person që kërcënonte se do t'i vriste. Në mes të errësirës dhe pa kuptuar se çfarë po ndodhte, të gjithë u përpoqën të fshiheshin. Pak më vonë, një e bërtitur dhe një zë që thërriste Edo ne plagoson, bëi fjalë për shtetasin italian Edoardo Sarchi, i cili ishte qelluar në femurin e këmbës së djathtë, teksa përpiqej t'i shmangej të shtënave. Telefonata të shumta drejt policisë dhe të afërmve për ndihmë, madje duke kërkuar dhe helikopter për t'i dhënë ndihmën e parë dhe urgjente shtetasit italian, ishte ajo që shoqëroi minutat pas të shtënave nga miqtë e shtetasit italian. Të parët të cilët u nisën drejt vendit të ngjarjes mes Nivicës dhe Salaris ishin punonësit e komisariatit policisë Tepelen, të cilët menjëherë pasi kanë marrë dieni për ngjarjen, janë nisur drejt zonës në një rrugë të shtruar, por pak të largët, për t'u përgjigjur personave, miqve të viktimës shtetasit italian, pra të ngjarje që kishte ndodhur. Një histori që për më shumë se 48 orë ngriti dyshime të forta për dinamikën e ngjarjes, misteri rreth autorit apo autorëve të dyshuar. Mungesa e një informacioni më të detajuar zyrtar paraprak nga policia dhe grupi hetimor i dha zë spekulimeve dhe versioneve tërësisht të pambështetura se italiani ishte prerë në besë nga miqtë e tij nga Tepelena.
Madje kjo mungesë e komunikimit bazik dhe profesional të policisë dhe për detaje që nuk cënonin identifikimin e autorit, por që si obligim ligjor do të informonin opinionin publik për një ngjarje kaq sensitive dhe shqetësuese, i dha zë po ashtu dhe versioneve të pabazuara dhe as pak të vërteta se qarqe politike për shkak të lidhjeve familjare të miqve të italianit me politikanë të së Majdës, po ju krijonte atyre lehtësi dhe po manipuloheshin provat dhe e vërteta. Ky terr informativ nxiti madje dhe kushërinë të viktimës në Itali, si dhe mediat italiane të aludonin rreth skenarëve që nuk gjenin baza faktike. Versionet të ndryshme që rridhnin në media nga persona të caktuar nga grupi hetimor, me qëllim ose jo, se kishte kontradikta të theksuara në rrëfimet e dëshmitarëve okular, i fryu më tej zjarrit të spekulimit dhe dyshimeve për fshehjen e ngjarjes. Mesditën e së hënës datë 29 shtator 2025. Më në fund, policia pranoi zyrtarisht se kishte identifikuar autorin e vetëm të kësaj ngjarje dhe pranoi zyrtarisht pas 63 orësh nga sulmi se shtetasi italian ishte vrarë nga plumbi i qitur nga një armë zjarri dhe se ai nuk ishte dhunuar më parë me sende të forta siç u aludua dhe nuk u përgënjeshtrua gjatë këtyre orëve nga blut e Gjirokastrës. Këtu jemi në rrugën mes fshatit Salari dhe fshatit Nivic, pikërisht në vendin e ngjarjes, ku mbrëmjen e datës 26 shtator, ditë e premte, ka ndodhur një ngjarje e rëndë, ku Edoardo Sarki, shtetas italian, biznesmen, është qelluar për vdekje. Kjo është deklarata e policisë Gjirokastër për veprimet hetimore të kryera për zbardhjen e vrasjes së shtetasit italian. Salari Tepelen. Hetimet e shpejta dhe profesionale çojnë në zbardhjen e autorësisë dhe dinamikës së vrasjes së shtetasit Edoardo Sarki, trupi i pajetit të cilit u gjet në vendin e quajtur Qafa e Dilanit pas mesnatës së datës 26 shtator 2025. Identifikohet dhe shpallet në kërkim një 48 vjeçar, autori dyshuar i vrasjes. Nga hetimet, dyshohet se 48 vjeçari pas një konflikti për motive të dobta, ka qelluar me armë drejt shtetasit Edoardo Sarki, shtetasve që e shoqëronin atë dhe automjeteve të tyre të ndaluara. Nga të shtënat, humbi jetën Edoardo Sarki. Sekuestrohen nga vendngjarja automjetet e shtetasit italian dhe shoqëruesve të tij, si dhe 2 armë gjahu. Gjithashtu sekuestrohen automjeti dhe veshjet e përdorura gjatë krimit, si dhe 2.5 milion lekë të rinj, valuta në lekë dhe euro, 3 armë gjahu, municion për armë gjahu me saçme, municion për armë me vjaska, 450 fara të dyshuara kanabisi dhe 2 kasaforta. Si rezultati i hetimeve intensive të kryera nga grupi i posaçëm hetimor, i përbërë nga ekspert të strukturave hetimore të Drejtorisë Vendore të Policisë Gjirokastër dhe nga ekspert të Departamentit të Policisë Kriminale të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, të drejtuara nga Prokuroria e Gjirokastrës, ngritur menjëherë pas ngjarjes së ndodhur rreth mesnatës së datës 26 shtator 2025 në aksin rrugor Nivic Salari, ku vra shtetasi italian Edoardo Sarki, 44 vjeç, u mundsua zbardhja e autorësisë dhe rrethanave të rastit. Konkretisht u identifikua autori dyshuar i vrasjes, shtetasi Kamber Sulçaj, 48 vjeç, banues në fshatin Mesaplik Vlorë, i cili u shpall në kërkim për veprat penale, vrasja në rrethana të tjera cilësuese në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave, mbajtja pa leje e armëve dhe prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Nga hetimet dyshohet se 48 vjeçari fillimisht është konfliktuar verbalisht për motive të dobta me shtetasin Edoardo Sarki, si dhe me shtetasit që e shoqëronin këtë të fundit. Më pas, shtetasi Kamber Sulçaj dyshohet se ka qelluar me armë me vjaska në drejtim të këtyre shtetasve dhe automjeteve të tyre në aksin Nivic Salari, ku si pasojë të shtënave humbi jetën 44 vjeçari.
Gjatë kontrolleve, shërbimet e policisë gjetën të fshehura në një stan në një zonë të thellë malore midis fshatrave Nivic dhe Bolen, automjetin dhe veshjet që dyshohet se ka përdorur 48 vjeçari gjatë kryerjes së krimit. Gjithashtu në këtë zonë u gjetë hedhur në shkurre një çantë në të cilën ishin një palë bylbi me rreze infra, një palë bylbi termik, një mbajtëse arme dhe një elektrik dore. Mëtej gjatë kontrolleve të kryera në bashkëpunim me policinë e Vlorës, në banesën e 48 vjeçarit dhe në banesat e familjarëve të tij në fshatin Mesaplik dhe në Vlorë, u gjetën dhe shuma monetare në valutë lek dhe euro me një vlerë totale prej 2.5 milion lekësh të rinj, 3 armë gjahu me municion luftarak, saçme dhe vjaska dhe 450 fara të dyshuara kanabis sativa dhe 2 kasaforta të mbyllura. Vijon puna intensive në bashkëpunim me policinë e Vlorës dhe departamentin e policisë kriminale me qëllim kapjen e Kamber Sulçejt. Por në mbyllje të kësaj komunikate, policia nuk përmend asnjë shpërblim monetar për çdo person I cili do të njoftonte për vendodhjen e autorit të vrasjes së shtetasit italian. Në vlerësimin paraprak që është bërë nga ana e grupit hetimor në vjenin time, bëhet e ditur se ka pasur 3 të shtëna në harkun kohor prej 1 minutë gjithsej. E shtëna e parë ka qenë 3 breshëri, fillimisht Është e provuar kjo apo është si dëshmi? Janë dëshmi që kanë dhënë personat që ishin në vendimin e ngjarjes. Pra, I ati pra Qerem Braçi së bashku me dy fëmijët e tij, edhe me Bariun që banor I fshatit Nivic. Pretendohet se ka pasur një të shtënë paralemruese fillimisht me 3 të shtëna në ajër, thonë ata, më pas kishte një breshëri automatiku, e cila ishte më e afruar në raport me të shtënën e parë dhe e shtëna e tretë ishte drejtës së drejti në pjesën vertikale të trupit të tyre. Pra, që do të thotë, ata pretendojnë që janë qelluar në pjesën e poshtme të këmbëve. Ka vinin ata? Ku kishin qenë më përpara? Ata vinin nga fshati Nivic. Po? Pretendohet se kishin dalë për gjah, po pretendohet që duhet të shkonin drejt Salaris, nuk e di ndoshta dhe drejt e Pelenës. Gjithsesi kjo është paksa konfuze sepse në deklarimet e tyre të dhëna gjatë të ditës së dieshme, mund theksoj Spartak që kanë qenë 12 orë deklarime të tyre tek oficerët e policisë gjyqësore, tek prokurori I dezhurn, tek profesues të krimeve të rënda që erën nga Tirana, posaçërisht për këtë ngjarje, pasi është ekstra si ngjarje. Me sa kam dëgjuar, kam pasur unë di që kam pasur raporte shumë të afërta miqësore mes saj familje dhe biznesmenit italian. Kanë pasur madje 10 ditë më përpara kanë drekuar në zonë, kanë qenë në Nivic, kanë drekuar, kanë qenë në shoqërinë e të tjerëve. Pra ka qenë një raport kimik shumë miqësor mes tyre. Thuhet që të shtënat kanë prekur 2 gomat e krahut të djathtë automjetit Range Rover, pasi këto 2 goma janë të çara. Pra, presupozohet që të jenë qarë përmes predhës së shkrehur nga arma automatike. Sot policia po kërkonte në ngjarje me detektor metal kërkues. Nuk ka as kjo, unë doja të thoya të ndalesha, e çuditshme në këtë ngjarje është se ka disa pyetje që meritojnë përgjigje. E para, nuk janë gjetur gëzhoja. Ndonse janë momentalisht në këto momente që po flasim, edhe gjatë ditës së sotme dhe gjatë ditës së dieshme, janë 3 grupe kontrolli që janë ngritur nga ana e policisë së shtetit për të krehur zonën. Ju ndoshta ishit në vendngjarje. Rastisën njërin prej tyre diku më larg që po kërkonin me detektor. Po, ju pat ndoshta janë 3 grupe që janë shpërndarë nëpër zonë. Një në drejtimin të Nivicës dhe një në drejtimin e kundërt në ekstremin jugor të fshatit Dukaj. Pra, është poshtë nga krahu tjetër, poshtë Salaris. Po, poshtë Salaris. Pra, deri tani është krehur gati 50% e zonës, pra nga Dilani deri në krahun perëndimor, pra deri në krahun e Nivicës, ashtu sikurse edhe në krahun tjetër. Deri tani e çuditshme është që nuk janë gjetur gëzhojat.
Qa po bën aktualisht policia e Gjirokastrës? Ku po përqendrohet? Vazhdon puna? Po, vazhdon puna në denin time, po përqendrohet tek kërkimi i personit në bazë të përshkrimit që kanë bërë dëshmitarët. Mendohet se është një person me një gjatësi gati 175 cm, sipas dëshmitarëve, me një trup mesatar, pra i dobët pak a shumë. Gazetari Elton Qyno ishte i pari që hodhi dritë për versionin që i afrohej më shumë të vërtetës, disa orë para deklaratës zyrtare të policisë. Ai zbardhi dëshminë e Gazmend Braçit në polici. Gazmend Braçi, i biri e Qeren Braçit, ka qenë dëshmitar në vëngjarje, por dhe mik i viktimës. Ka rrëfyer përpara grupit hetimor për kërcënimet dhe ofendimet që një person i armatosur bënte ndaj tyre gjatë natës tragjike, madje duke ju thënë se ishte nga Vlora. Ai ka rrëfyer terrorin që kanë përjetuar në ato minuta kur u ndeshën nën breshërinë e të shtënave. Në ecje sipër një automjet tjetër që lëvizte gjatë orëve të natës në rrugë, ka filluar të na bëjë me drita të gjata duke na sjellë shqetësim. Ky person na ka parakaluar dhe më pas duke na ofenduar rënd. Jemi sharë me të, por ai na tha emrin e tij të cilin nuk e fiksuam dot, duke u na drejtuar me fjalët: "Jam Filani, na tregoi emrin, jam nga Vlora, nuk pyes për njeri." Ky person nga Vlora ka vijuar rrugën duke zbritur përposhtë patit të malit, ndërsa personat e tjerë që kishin dalë përgjah kanë vijuar në ngjitje. Por njërës prej makinave i kanë mbaruar karburanti dhe ata kanë qëndruar në mes të rrugës në malore, duke dalë jashtë mjeteve dhe po qëndronin aty ku ka treguar Gazmend Braçi. Gazmend Braçi ka marrë në telefon një person tjetër për të sjellë naftë, ndërsa qëndronin në rrugë 3 të shtëna me armë kanë ardhur nga poshtë rrugës, ku një nga plumbat ka prekur shtetasin italian, ndërsa një tjetër njërën nga gomat e makinës. Gazmend Braçi i ka telefonuar vëllait të tij Daniel Braçit që të vinte nga Vlora në drejtim të Selenicës pasi i kishin gjuajtur me armë zjarri mes Nivicës dhe Salarisë. Danieli nuk ka qenë fare në vendin e ngjarjes kur ka ndodhur të shtënat, por ndodhej në Vlorë. Në Selenicë, ai ka shkuar vetëm pasi është telefonuar nga vëllai i tij Gazmendi. Ora shënon 15:44 minuta e së dielës dhe në vendin e ngjarjes janë të paktën 10 punonjës policie të gradave dhe funksioneve të ndryshme në policinë e Gjirokastrës dhe të Tepelenës, të cilët janë duke monitoruar çdo centimetër rreth e rrotull vendit të ngjarjes. Vetëm pak minuta më parë ishin në skenën e krimit sërish dhe tashmë janë të pozicionuar poshtë, siç e shikoni, janë në këmbë. Një pjesë e tyre po ekspertojnë në vend ngjarje, po kërkojnë diçka në atë zonë poshtë vendit të ngjarjes, ndërsa një pjesë tjetër e tyre është me dron duke monitoruar. Pra, vendi i ngjarjes është këtu. Ndërsa një makinë tjetër policie, siç e pam pak më parë, u nis drejt fshatit Salari. Këtu jemi në vendin e ngjarjes. Ndërsa po të shikoni, punonësit e policisë po kërkojnë diçka në atë zonë, edhe me pajisje. Se çfarë po kërkojnë, se çfarë dëshojnë ata, është një gjë që ende se kemi zbuluar. Dhe fakti për të përmendur i dëshmitari tjetër, Armir Hitoveizi, bariu i zonës, i cili ka pretenduar se e ka lënë karburanti i makinës dhe edhe ai si dëshmitarët e tjerë ka pretenduar se ka dëgjuar të shtëna. Në vend ngjarje janë gjetur 2 automjete, një Land Rover në cilin thuhet se ka lëvizur dhe udhtonte 44 vjeçari italian, dhe një makinë tjetër, Volkswagen Forestrad, të cilat kanë qenë në këtë zonë.
Sipas versioneve paraprakeve dhe dëshmive paraprake, thuhet nga ana të shoqëruarve, personave të cilët kanë qenë dëshmitar në vendin e ngjarjes, kanë thënë se kanë dëgjuar 3 të shtëna, të cilat kanë qenë shumë afër. Eduardo Sarkit ju dha lamtu mira e fundit në varrezat e Tufinës, në praninë e bashortes, 2 fëmijëve dhe 10 të afërmve dhe të njohurve të tij. 44 vjeçari Eduardo Sarki ishte një emër i njohur në biznes. Ai në Shqipëri rezulton administrator i një fabrike tullash, ndërsa në Itali njihet në botën e politikës nëpërmjet babait të tij. Në zonën e Varrezës së sipërme, familja Sarki është gjithashtu e njohur në qarqet politike. Babai i tij Vittorio, një figurë historike e krahut të djathtë në Luino, shërbeu si këshilltar për sigurinë gjatë administratës së udhëhequr nga kryetari i bashkisë Mentasti dhe u zgjodh në këshillin e qytetit gjatë mandatit të parë të Andrea Pellicinit, aktualisht antar i parlamentit për partinë Vëllezërit e Italisë. Tegola Edil Centro, një kompani prodhimi tullash me seli në Tiranë, në të cilën Eduardo Sarki ishte administrator dhe drejtor ekzekutiv, është pjesë e të njëjtës kompani të themeluar nga xhaxha i tij, e cila tani drejtohet nga kushërinjtë e Sarkit, Antonio dhe Eduardo Nidoli. Antonio Nidoli është gjithashtu president i dhomës italiane të tregtisë në Shqipëri. Të vetmet gjëra që kanë mbetur në vendin e ngjarjes nga ekspertiza e djeshme është ky shirit, sken krimi mos kalo, dhe këto kallçuqe që dyshohet të jenë prej automjeteve, ku ustonin dëshmitarët dhe viktima. 48 vjeçari Kamber Sulçaj, i cili është i shpallur në kërkim për vrasjen e shtetasit italian, rezulton se është aksioner në një gurore në Brataj të Selenicës në Vlorë, të quajtur Stone Churamenga. Kamber Sulçaj është pronar dhe i një stani me bakti. Pas identifikimit të tij si autor, mister për ngjarjen, aktualisht mbetet motivi që ka shtyr Kamber Sulçajn të qellojë mbi italianin dhe pjesëtarët e familjes Braçi.